Ke përmendur në një video që hëna bie. Si mund bjerë hëna? Jo vetëm hëna, po të gjithë trupat në hapësirë, në univers, bien. Çdo lloj objekti është në rënje të përhershme. Edhe toka, edhe hëna, edhe dielli, të gjithë edhe galaktikat, të gjitha janë në rënje. Bien drejt një objekti me gravitet më të madh, ose të barabartë të rriqen nga njëri tjetri. Dhe kjo të rriqe, kjo quhet një rënje, siç bie guri në tokë. Dhe Newtoni, që i pari që mollën apo gurin e barazoi në botë kuptim me hënën. Siç bi molla në tokë, ashtu bie edhe hëna drejt tokës. Por duke qenë se hëna gjatë rënjes në tokë ka një shpejtësi për 1 km në sekond, me largësi 384.400 km nga toka, ajo merr një hark i cili ka të njëjtën qendër siç ka dhe harku i sipërfaqes tokës. Dhe ky hark i hënës në rënje drejt tokës vjen e harkohet njësoj siç harkohet dhe harku i tokës. Dhe hëna, si thua, bie drejt tokës, por toka vet merr hark. Dhe hëna gjithmonë kërkon sipërfaqen e tokës, e cila i përkulet, i hikën, dhe hëna kur nuk e takon tokën. Megjithëse ajo kërkon si dhe molla, si dhe guri që hedhin, kërkon të bjeri në tokë, por asnjëherë nuk arrin. Dhe kjo lëvizje, kjo quhet orbit. Mas miliarda vitesh, të gjithë gurët e plurat e thërmiat e gazet që kanë qenë, përfshi asteroidë dhe kometa që kanë qenë në fillimet e sistemit diellor, të gjithë kanë rënë. Ato që nuk kanë rënë, kanë qenë ato objekte që kanë pas këtë shpejtësi dhe këtë largësi të caktuar midis objekteve të tjera. Dhe këto janë ato objekte që kanë rezistuar. Këto objekte që janë sot në orbita. Dhe ky sistem diellor tash mas 5 miliard vitesh quhet i stabilizuar. Çfarë ka mbetur? Janë gjithë në orbitë. Rastet e veçanta të rënies mund të themi që janë orbitat. Siç kemi hënën që tenton të bie në tokë, toka tenton të bie në diell, dielli rrotullohet rreth galaktikës tenton të bie në qendrën e galaktikës, galaktika gjithashtu tenton të bie në qendrën e gravitetit të grupit lokal të galaktikave. Edhe ky grup lokal shkon edhe po i afrohet drejt një grupi të madh galaktikash, edhe kështu me radhë. Gjithë universi tenton të bjeri, domosdoshmë të afrohet, të drejtohet drejt grupimeve më të mëdha të masave, të lëndës. Edhe këto lëvizje quhen rënje gjitha.